Në më i fundit Zotit Bekov. Dhe inshallah do Zotit që të kemi prapë mesin tonë, por dhe me ftilë Zotit Bekov inshallah. Dhe tha një shprehje me ftilë Allah e më shirov, që ne mësojmë fakt nga njëri tjetrin. Edhe normalisht këto mejliset në bëjnë shumë dobi. Edhe ne mësojmë prej gjithë juve, por edhe ju mësoni prej nesh, prej fjales Allahut, prej fjales pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po njëkohësisht, masë mund të kemi dhe diçka nga mosha, për shembull, unë flasë si gjysh, si baba, po edhe si hosh. Pra, cili do që të vijnë përballë nesh, i paraqitemi edhe me atë që me dhe hoxha Zota i Bekovt, hoxha Irfan, që tha, flasim me veprat tona, me historitë tona personale, me sfidat që kemi pas si besimtarë dhe besimtarët. Se ne e dim që kemi ardhur nga vështirësi të mëdha. Nëse shumë musliman apo besimtarë në zonat tona përreth, domethënë jashtë Shqipërisë, si të thush e kanë gjetë të gatshme. Nërsa ne çfarë mbajtëm me ato metodat e mqefta, deri në atë shkallë që e pyesin babain tim Ahmeti pas shpirtit, tha, i thana do ta gjërosh? Tha po. Në qoftë se merr një vesh që s'ka gjërim Shqipëri, tha, unë do të jemi fundit, tha. Pra që ju sfidoj, që nuk do të më dha. Për Zotin Miftiu dhe hoxha Irfan nuk lanë gjonë, por ne prapë themi që shiko, libri i Zotit, kur të ngrihet prej kësaj dynjaje, do të nga fundi i kiametit, do t'jeti i pa prek nga komenti dhe nga kuptime. Sikur nuk është fillu fare. Sepse, o kalam Allah, ku mundet me marrë mendjet e njerëzve? Pra derisa shkoj bota i Fatiha nuk mundet me shku aty ku duhet, për arsye sepse është kalam Allah, është dije Zotit. Por çfarë na bëlon Allahu xhela xhelalu? Aq sa na bëlazë. Aq na jep me ditë dhe me kuptoj prej librit të Zotit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shive, vjen një kapitull i shkurtër i Kur'anit, më i shkurtër, por shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin për traditë që sa po ndaheshin nga namazi i vitrit, ja kujtojshin njëri tjetrit, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Betohet Zoti xhela xhelaluhu në kohën që e ka kriju vetë. Ama vetëm Allahu ka mundësi ku vetë fuqi që të betohet, jo ne. Sepse koha s'është e jona. Ne bashkë me kohën jemi të kriju. E çfarë thot Allahu xhela xhelaluhu? Pasha kohën thot, Innal insana lafi khusr. Të gjithë njerëzit janë kohë poshtë, në humje, humner, të maru, të shkatru. Pra, betohet në një gjë shumë të rëndësishme që ne ka lënë në dispozicion, ka gjë më të mirë se sa kohë. Pasha Allahu. Edhe ata që janë banesat e varrit, ono Zot na qit pak. Të bimi herën sërte. Falemi namaz, një. Sepse i ka kalu jetës është falë se herë. Dalim i herë, o Zot, që rasti u ke dhonë atyre? Ju që jeni bashkë më nuk sonë të këto. Na jetë me ne atë rasti i s'kama. Se ne kemi thonë, që kur pysim do, zakonisht nga pysim kështu në vërdekje. Po kush ka ardhë për ne i me në këllëzune? Ne i theme rripa me rak se nuk ka shku në punë. Po ka shku në banesvaret. Kur shku në punë, mes për e të se le prapë këtë darë. Ka mundësi që të mëzmej se i nalë diçka, por e përgjithshme është që me ardhë. Edhe
të kalon dispozicion kohën. Edhe ka deklaru i më dhe Zot, është e pa diskutueshme që krejt janë humje. Pse? Nëse s'majnë lidhje. Nëse s'majnë lidhje me librin e Zotit. Nëse s'majnë lidhje me xhamin. Nëse s'majnë lidhje me hoxhën. Nëse s'majnë lidhje me ato që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fasha Allahun e dashurit e mi, le të fluturojnë në përcjellje. Në përcjellje. Shpesh ju kam thonë, në xhamiet edhe kudo. Ata të cilët janë larg Zotit, që s'kan lidhje me Zotin, në krahasim me ju që jeni këtu, dhe të gjithë ata që janë si sonde në për xhamia, dhe të gjithë ata që falen dhe agjërojnë, pasha Allah nuk krahasohen me plaçkat tona. Nuk krahasohen me çorapët tona. Pra janë shumë të humbur, nuk diskutohet kjo çështje. Qoftë i ri, qoftë i vjetër. Na e shohim katonin, tu që janë sikur e përmendi Haxhi Beqiri Zotit Bekofti, shohë që janë mbi 400 veta. Por, inshallah, edhe ata do të vënë, po ka i sekret këto në mes tuaj. Ju lutem për hir të Zotit mos më harroni. Pasha Allahun, autoriteti juaj, burrnia juaj, imani juaj, agjërimi juaj, namazi juaj, zekati juaj, haxhi juaj, do t'jenë në atë shkallë që e përmendi Hoxha Irfan Allahu e bekofti inshallah. Do t'jenë në atë shkallë si shtaj haxhiu, vallai unë do shkoj thë. E në qofë se ti, dërzosh, dhe këto adhurime i kry, si të thamun, hajtë se pe e kalojmë ma. Erdhe Ramazani, po se do agjërojmë prit. Si tha me shtive që ka 3 lloj Ramazanash. Ramazani i parë, vetëm në të pa bukë pa ujë. Pa shkallë dukë, dhe keqë se jemi gjithë fshatarë. A i keni pa kur hakën e mi, gjethet e malës, ose të dardhës, ose misrit, i ha gjethet. A ka bëva ki që të ha njëri i fruta në të pëmë kër e hanë jo? Kër e hanë kremi? Absolutisht jo. Po ju hanë të gjethet. Pra qka është kjo? Ti të shi, qofë se kënë të vesh pa bukë, edhe pa ujë, edhe s'ke gjëru ma gjëna tjera, me goje, me gjymtyre, me syje, me veshje, me gjitha këto, atëherë mirë është bërë. Sa do marsh? E golas Allahu. Dhe amilu salihati, pra shife si e ka bo dallimi i modhi Zotë Gjelle Gjelalu. Dhe ai cili thot punon veprat mira, nuk është i në lincanë le fekosën, nuk është i humbur. Ja, e ka nda. Dhe amilu salihati, ai cili kryj veprat mira. Ka arë një person të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë arë shumë persona, kanë bërë pyetje të ndryshme, po inshallah se kemi s'mund mësoni me tregu gjithë. Po ky personi ka arë dhe i ka thonë ja Rasulullah. Më kallëzoj punë se Islami për mua shumë. Si përballoj gjithë. Më tregoj punë që të mos kem nevojë me pyet njëri mos te e mon. Dhe ajo punë të më çojë në xhenet. Allah. Ti njëjë mirë se janë vetëm për ju këtu. Sa atyne që janë për jashtë të tjera gjona të të thoni. Atyne t'i thone vetëm hajde. Agjero, s'ka problem. Agjeroj, filloj. Pra le t'jetë si shkak Ramazani që të futet edhe në adhurimet e tjera. I tha, dëshma tha se Zoti është një, dhe se pejgamberi është rob dhe i dërguar i tij. Unë jam pejgamber. Më shtane pak edhe. Fal namaz. Pasha Zoti kështu në rrova, me keq. Fal namazit. Pa direkt. Pra mos i u bë me imam. E tha shahadu la ilaha illallah, dëshmojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më shtatë pak. Fal namaz. Të shtej, ati e ti për jashtë të thime hajde herë, s'ka bëj. Edhe pa namaz, vetëm agjëroj. Dile shifë bëje për ditë xhumaja, sikur e tha Hoxha Zoti e pikon, dile shifë bëje për ditë xhumaja. Edhe mjaft e ke për momentin. Po për desh do për shumë, llogaria është e rreth. Edhe i tha më shtatë pak edhe. Agjëro dhe Ramazanin i tha. Tha më shtatë pak. Po të provoj diçka për pasurisë, i jep dhe pasurisë. Pse? Bëj mirë dhe të tjerëve.
Bile një nga ato që Ramazani jëtë do të lartësohet shumë, është pamirësia në Ramazan. Me i shku në përshpejet. Parë s'kom lidhe me fejnë që këni arkon, që bismillah, mene i pak borë më. Po që i pari atje. Ju betohëm Zotin, këtë punë për mbo, të që ka një javë gjatë gjithë Ramazanit, ka nërdo të formët atje edhe ne për i shpërndajnë. Me gjeti donë. A falesin s'ka nësi, pa bismillah, se vje Ramazan. E sa gjinoj të drajgjina plaka, s'ka problem. Vetëm të vejera Ramazanit të shpeje jote, Allahu nuk e tim se qërë Ramazanit, se si e pa se vetë. Edhe i tha, më 74. Unë se ka mundësi të kërë edhe haqën. Vallahi tha. Këto që më ke thonë njërë sallallahu alaihi wasallam, unë tha të ti mbajta. Hiku. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha vallahi vërë sahabe jo tha. Nëse ky do t'i majnë të dhe, është në gjenet. A më mësë harori se ishim 5. Bashkë me këtha. Që me i thonë, mërë vesh për Ramazanin, në mësë gjena tjetër ma. Po ja filloj me imanin, me besu, me dëshmu, me falë namazin, me agjeru Ramazanin, me dhonë zekatin, sepse nuk jetojnë vetën, edhe një nga provat e asaj që ne imi të bevoqëm, është me dhonë për asaj që të dhejmë zërë. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jepi ati që s'tjetë. Folje ati që s'të folje, shkoj ati që s'shkopa,